Përshëndetje miq, meqense harrova tek video e plot, akrepin do t'i dedikohemi akrepit në këtë video. Çfarë do ndodhi me akrepin në vitin 2026? Atëherë Jupiteri do të jetë retrograde në binjak në 10 mars, nga 1 janari, 10 mars do t'ju jap rezultatet të shtëpisë 7 astrologjike, zgjerime në marrëdhëniet personale ose në marrëdhënie biznesi. Sigurisht kujdes me tradhtirat dhe xhelozirat. Këshilla më e mirë është që të bësh udhëtime spirituale me partnerin, bëu si një guru për partnerin, ose partneri bëhet si guru për ty, të këshillon. Atëherë është shumë mirë. Nëse je beqar, kohë e mirë për lidhje gjithashtu në këtë periudhë varet sigurisht nga horoskopi individual, po kjo është në mënyrë të përgjithshme. Pas 10 marsit deri në 1 qershor, Jupiteri do të jetë direkt në binjak dhe do t'ju aktivizojë shtëpinë tuaj të 8 astrologjike. Papritmes, ndoshta fitim prurje ekonomike nga të tjerët ose të menaxhosh mirë të ardhurat e të tjerëve. Periudhë e mirë për t'ju futur studimeve të thella ata që janë studenta, por edhe njerëzit që duan të futen studime të thella spirituale. Lidhja jote me universin dhe puna me veten bëhet më e fortë. Kjo gjë do t'ju sillte transformime dhe ndryshime pozitive në jetën tuaj. Pas 1 qershor deri në 30 tetor, Jupiteri do të hyjë në Gafore, ku do të ndihet shumë i lartësuar në shtëpinë tuaj të 9 astrologjike. Zgjeron mbi studimet, mbi ligjet hyjnore të multiversit të shumë e rëndësishme, që i mësojmë gjithashtu tek meditimi Lotus Ocean, nëse dëshironi mund të regjistroni. Çfarë do aftësi apo dituri që keni mund të ndihmoni edhe të mësoni dhe të tjerët. Pas 30 tetorit, Jupiteri deri në fund vit do të shkojë në shenjën e Luanit dhe do të aktivizojë shtëpinë tuaj të 10 astrologjike, pra zgjerime në profesion, mundësi të reja biznesi, fame, marrëdhënie të mira me autoritetet. Pra 2 muajt e fundit do të përqendrohen tek puna profesioni. Sa i përket Saturnit, nga 1 janar deri 26 korrik, Jupiteri do të jetë tek Peshqit dhe do të aktivizojë shtëpinë tuaj të 5 astrologjike. Fokus tek kreativiteti juaj. Ata që kanë fëmijë të rritur mundet që të punoni me ta, të vini në punë, është mirë për ata dhe për juve. Pas 26 korrikut, Saturni do të bëhet retrograde dhe do të japë rezultate shtëpisë 4 astrologjike. Puna e profesionit që keni ta kryeni në shtëpi, nëse harxhoni kohë duke medituar në shtëpi, është akoma më mirë për ju për më shumë gëzime shpirtërore. Meditimin sigurisht unë e kryej online, pra të gjithë nga shtëpia nëpërmjet Zoomit ose Messengerit të WhatsAppit mund të vinë. Thjesht regjistro në WhatsApp nëse dëshiron. Kalofshi bukur.